Këta qytetarë të Tetovës erdhën sot në drejtorinë e librave am, por u kthyen pa kryer punë. Të punësuarit në këtë institucion sot nisën bojkotin paralajmërues, pasi kanë 2 vite që kërkojnë nënshkrim të marrëveshjes kolektive. Qytetarët që takuam, edhe pse mbetën pa marrë shërbim publik, thonë se i mirëkuptojnë. Të s'punon kërkushat e mbyllo. Edhe çfarë takë? Kur gjon nesër, hajde. Derisa kanë grev, nuk besoj. A mendoni se duhet zgjidhet çështja e aktive të punësuarve? Po sigurisht, po. Dhe Chelsea dihet kush e ka, po a duhen, as duhen, është çështje e tjetër. Naser Xhemaili nga Sindikata e Pavarur e Librave Am u kërkojnë 10 qytetarëve që u kthyen pas, duke arsyetuar se shumica të punësuarve në këtë drejtori janë si bashkëpunëtorë të rinj me vite dhe marrin rrogë minimale. Nëse deri të premte nuk nënshkruhet marrëveshja kolektive, nga e hëna do të fillojnë bojkot të përgjithshëm. Sot e kemi vetëm këtë ditë si paralajmërim për grevë, nëse nuk zgjidhet, nëse nuk na thirrin për ta biseduar këtë problem, prej ditën e hënë besoj të jemi në grevë gjenerale në të gjithë Republikën e Maqedonisë. Kërkesa jonë, marrëveshja kolektive parasheh rritjen e rrogave 20%. Asgjë më nuk kërkojmë as 70% siç i kanë funksionarët. Besoj se duhet ta vlerësojnë këtë kërkesë tonën, se jemi drejtoria e cila është më kryesore në Republikën e Maqedonisë, domethënë pa qenien civile nuk mund të funksionojë as shteti. Në tërë drejtorinë e librave am ka gjithsej 350 të punësuar. Shumica, edhe pse kanë mbi 10 vite përvojë pune, nuk janë avancuar dhe ende trajtohen si bashkëpunëtorë të rinj dhe kanë rrogë minimale prej 22.500 denarëve.